Një efektiv i policisë rrugore ka humbur jetën në krye të detyrës në Tiranë si pasojë e një arresti kardiak. Bëhet fjalë për oficerin Ilir Budlla, 58 vjeç, i cili po shërbente me shërbimet e qarkullimit rrugor kur papritmas pësoi incidentin fatal. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Sokol Bishga, së bashku me drejtorët e departamenteve Neritan Albati dhe Dimitraj Ziu, vizituan familjen e oficerit, vendosën kurora dhe dorëzuan certifikatën e karrierës si nderim për kontributin e tij. Bishga shprehu mbështetjen e plotë të institucionit dhe theksoi se humbja e Budllës është një dhimbje e madhe për familjen, kolegët dhe gjithë policinë e shtetit. Me një karrierë mbi 33 vjeçare, Ilir Budlla njihet si një punonjës i përkushtuar, korrekt dhe me integritet të lartë profesional, i cili shërbeu me devotshmëri qytetarëve dhe ligjit. Policia e shtetit i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe kolegëve të tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.